Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo, vajza, bravo. Shkëlqyra. Që i keni bërë Christmas song. Gjithë muajin. Bëm të lef. Tani, Gjemi, do kthehemi pak mbrapa në kohë, në vitin 2019, prap me tërmetin. Sepse në njësinë administrative ishëm janë ndërtuar 39 banesa individuale. Jo, s'ke që thua fare. Jo, kam që Jo, fare s'ke që thua, se banesa t'u bën. Jo, kam. Po, shovështi që do them. Tani, këto banesa u investuan, ose u financuan nga një shoqat shqiptaro-amerikane. Shumë mirë. Të cilën do ta themi më vonë se kush janë, për të cilën sigurisht kemi shumë respekt dhe falenderojmë nga zemra. Por dil tek pjesa ime preferuar? Tani ata dhan lekët. Tokën, kush e gjeti? Tokën. Bravo, ata dhan lekët, shteti dhe bashkia gjetën tokën. Pra. I thanë bëj këtu. Se tha se do ma lije jashtë loje shtetin. Jo, nuk ta leje jashtë loje, por shteti në këtë formë ka lënë jashtë loje tash banorët, se asnjë s'ka hyrë aty brenda. Pra ato banesa janë lënë tash mshir fatit, nuk ka njerëj. Vjen keq. Kemi një familje aty. Po kemi një, po janë 38 tjera që s'janë aty fare. Po shive pak. Miq të Fixit, jemi në njësinë administrative ishëm. Banesat pas krave të mi janë ndërtuar nga një shoqat për të prekurit nga tërmeti i vitit 2019. Por megjithse këto banesa janë ndërtuar prej shumë vitesh, janë lënë në harres. Siç edhe po e shikoni, banesat kanë filluar të degradojnë. Kjo është një nga banesat, një nga 39 banesat të cilat janë ndërtuar në të gjithë këtë zonë, dhe siç do shikoni nga këto pamje, e gjithë oborri i pasëm i banesës është mbuluar nga ujë. Nuk bëhet fjalë për një pishin, por është oborri i kësaj banese e rindërtuar nga tërmeti. Në të gjithë këtë kodor janë ndërtuar 39 banesa dhe Bashkia e Durrësit, por dhe njësitë administrative nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim ku të prekurit nga tërmeti të strehoheshin në këtë lagje. Është bërë ndonjë veprim nga bashkia, nga njësia administrative? Jo, s'kam asnjë lloj shkresë, s'do gjë. To janë ndarë banesat? Jo, fare. Kush do t'i ndajë, shoqata apo do t'i ndajë bashkia? Nuk di, pra nuk kem dinë qëllim marrëveshje kanë tani. Ata që janë prekur që është shkatruar banesa nga tërmeti, janë strehuar, kanë gjetur stre? Po, këtë afmit, këtë familjartë. Ti je i vetmi që e futur te kjo lagja? I vetmi po që kam hyrë në këtë lagje, për arsye se isha më në hall nga të gjithë tjerët. Dhe hyra me një okej nga presidenti i ndërtimit të firmës, kryetari i njësisë administrative dhe një okej i bashkisë. Kush e ka ndërtuar të gjithë lagje? Të lagje ka ndërtuar shqiptarë amerikanët, ose Marko Kepi, me lekë të shqiptarëve të Amerikës. Është ndërtuar dhe tashti ai nuk mund të vazhdojë dot me atë ndërtim, për arsye se kanë frikë se ato bazën materiale dyrë dritare që ato të shikon vetë aty, ato kanë filluar dhe me i vudor, mi marr shqiptarë si tradite, kanë hajninë kanë. Edhe tash kërkon që bashkia të mbarojë punimet e jashtme në kuptimin e fjalës ujë të zeza, ujë të bardhë, rrjet elektrik, shtrimin e asfaltimin e që duhet të trimase aty ka mbulu balta. Kam hyrë duke vendosur ujërat e zeza, ujërat të bardha, rrjetin elektrik vetë. Nuk kam fjalë, Juli. Po kështu interesant është po ta shohësh shumë nga lart, si pamje, si ashtu, sa bukur duket. Projekti duket shumë i bukur. Po, a di gjë se si shkojnë këto banorët aty kur s'ka rrugë apo? Tani, ky është gjithë problemi i Gjemi, sepse e thamë në fillim që financimi është bërë nga një shoqat shqiptaro-amerikane apo nga një shqiptar i Amerikës që është Marko Kepi, të cilin e përshëndesim, Marko të përshëndesim dhe bravo të qoftë. U gjetë dhe toka, mirë po problemi pse janë bosh dhe pse janë në këtë gjendje është se atje mojti motor s'ka infrastrukturë. Kanë harruar një detaj të vogël, tash mos bëj kështu dhe ti punë e madhe se s'kan çik drita. Po s'ka dhe ujë, edhe ky i voçkët. Po. Edhe ky i voçkët si detaj, s'ka ujë, s'ka gjëra. Ne pa drita jemi mësuar. Unë kështu jam rritur pa drita. Si fond për ndërtimin, vetëm për ndërtimin e objekteve, është Fondacioni Roj Shqiptar. Ato kanë ndërtuar vetëm banesat. Pastaj për hapin e trullit. Po. E ka hap bashkia.
Dhe për infrastrukturën është tenderuar po prapë nga bashkia tani që të bëjë infrastruktura. Po pse tani do e bëjnë infrastrukturën pasi u ndërtuan? Po të bën muret mbrojtëse, kanalizim dhe këto me sa di. E di që është tenderuar domun. Se di është ka marrua, s'ka marrua, por di që tenderi është si procedurë të hapur. Po studimet para ndërtimit kush i ka bërë? Studime gjeologjike, studime sismike. Me sa di ka bërë firma ato, sepse në bën me ndërtimit të rregull. Është më le fare, vetëm që do ketë bërë firma ato firma ndërtimit. Ne kontaktuam me pronarin e firmës i cili ka ndërtuar këto banesa, i cili tha se në këtë zonë është futur vetëm një familje e cila krahas strehimit shërben edhe për ruajtjen e të gjithë këtij fshati. Më thanë që e ka ndërtuar firma juaj. Po, firma Gjergji. Ju keni ndërtuar vetëm banesat? Po, vetëm banesat. Shoqata ka bërë tender. Edhe ju keni marrë pjesë? Unë ka marrë pjesë. Ndërsa bashkia Durrësit ka pas bërë marrëveshje me shoqatën fjalë, e kupton apo jo, për me e vënë dispozicion sheshin e ndërtimit edhe masi të marrojnë ndërtimet me bë rrjetin e kanalizimeve, furnizimi me ujë, me energji, shkarkimet e ujnave të zeza tjera. Në momentin që doli leja ndërtimit, ka pas ndonjë studim dhe fizibiliteti, studim sismologjik, se po shoh që është pall një tender i ri dhe këto gjëra të paktën lëvizje topografike dhe sismike, domethënë studimi sismik është bërë së fundi. Për ne sheshi na ka dhënë në dispozicion, na ka dhënë shoqata ja ka marrë bashkisë. Është bërë marrëveshje midis shoqatës dhe bashkisë. Po, shoqatës dhe bashkisë. Ju i keni përfunduar ndërtimin? Po. Unë jam aktualisht tu, po disa i kanë mbuluar lluca, disa kanë me ujë, teoborret. Ato do të merren në përdor kur të bëhet sistemimi, rrjeti inxhinierik, kanalizimet, vend, bordurat, do të merret edhe herë në përdor komplet ajo sepse ajo është i madh pa zot tash aty nuk domethënë shqyr që s'kan prek në gjë njerëzit. Po problemi është që aty duhet me vënë dorë tash i bashkia Durrësit edhe me marruat punë me dorëzu ato. Domethënë prej një viti e gjysmë që ke mbaruar ti është kjo gjendje po që shohim ne. Një ashtu është, po, një gjendje është. Pra pas kemi një familje aty vetëm që të ruaj banesat e tjera, se e po viven. Ça të ruaj. Megjithatë, kthehemi edhe një herë atje ku i thash Xhemi se shiko puna më e madhe nuk është bërë në fakt, sepse na pret një punë më i Xhemi. Na duhen ja 650.000 euro të vogla. Për çfarë? Për kanalizime? Jo, mi motor, jo, po ne si bashki. Bashkia Durrësit. Ne si BD, si bashki e Durrësit, kemi vendosur që zona ti nënshtrohet një studimi inxhinieriko-sismik që të bëhet pastaj e mundur e Jo. Po, normal. Tani do bëjmë atë studimin e. Pra, nuk kanë filluar punimet nga aja, nga zhëja. Do më thënë, është bërë, janë bërë shtëpit dhe pastaj është menduar të bëhet studimi. A mund të bërë shtëpi apo jo? Po nëse kjo tokë nuk dele përshtatshme për të ndërtuar, që ndodh tani? Ja, nuk e di. Se di. Pra, është si të ndërtosh veshin, pastaj të vësh kokën. Bëhet koka njerë, pastaj të veshin. Ju të kanë bërë hundën për para, kanë përshtypjen? Po, pra, kanë bërë në ajer hundën dhe pastaj kanë bërë bëhet e para, janë rregull. Tani, edhe njerë, o miqtë e mi, o të dashurit e mi, o shqiptarët e mi që vetëm Shqipëri ndodhin këto gjëra. Nuk e di na ndodhin në vend botës. A na shes zoti kepin e? Mendon që i ka rënë tensioni tani? Ne i themi Markos nga këtu të mos na shikoj. Mos na shikoj ta kthej stacionit e një vend tjetër, sa të themi këtë. Që sepse do tensionohet për lekët e veta, për lekët e shoqatës atje dhe për lekët e gjithë atyre që kanë financuar pra për këtë çështje, se neve, mojti mike, bëjmë një herë ndërtesat dhe pastaj themi shiko, kjo toka s'bën. Ti heqim këto ndërtesa dhe ti çojmë diku tjetër. Janëshe, kur bën gabime bashkia, unë nuk jam më motor, jam një mike për ty. Ishte e rënd kjo që the. Këtu ta kam vath. Moj motor, dëgjoj moj motor, se kam hall se na dëgjon bota dhe thot sa mirë këta shqiptarët ta bëjmë dhe ne kështu. Se po na merr shembull, po na merr Danimarka për shembull. Imagjino të dalë studimi që aty nuk mund të ndërtosh. Imagjino ti. Nëse, shive pa. Kur kanë kaluar disa ditë nga 6 vjetori i kësaj tragjedie, Bashkia e Durrësit është kujtuar të bëj një tender. Bashkia e Durrësit do të bëjë infrastrukturën, do të sjellë energji elektrike, gjithashtu
Kjo bashki ka bërë dhe një studim inxhinieriko-sismik për shkak se terreni ku jemi ne aktualisht është në kodër dhe ka filluar të rrëshkas. Disa vite pas ndërtimit të këtyre banesave, Bashkia e Durrësit ka hapur një tender me objekt, ndërtimi infrastrukturës rrugore për njësitë e banimit ishëm. Fondi limit i këtij tenderi është 64 milion lekë, ose nëse do konvertojmë në euro, 650.000 euro. Por çuditërisht, në dokumentat e këtij tenderi të hulumtuara nga Fiksfare, rezulton se kjo bashki do të bëj pas 6 vitesh edhe studime inxhinieriko-sismike. Pra, megjithëse banesat siç po shikoni janë ndërtuar, janë në fakt 39 banesa para meje, por edhe në të gjithë këtë kodër dhe pas ndërtimit, kjo bashki do të bëj këtë studim, pra sismik, për të parë nëse ky terren i mban këto banesat ose jo. Pra Juli tani, pavarësisht se si do dalin rezultatet, do futen ca pilota aty që toka mos të rrëshkas, pra do marrin masa. Po çfarë masash më po këta janë çudirat tona, çudira shqiptare. E kupton çka kanë bërë? Është si për shembull të gjesh burrin e Luizës pa lind Luiza. Po të lindi herë, të shohim si Se është. nga trop të rast me rastin tënd, se dhe ty kështu ta gjetën gruan. Pa lindur ti. Ti në rast unik, lëre tani. Po unë s'kisha nevojë për studim. Unë e dija se ç'do dilja. Ky kollëp do Ende do vazhdonin këto studime. Alo. Gjendja civile. Po jam martuar një herë. Po, ne punojmë 24 orë në 24, ti e di. Të doli emri, jo? Ka qetë, publicitet.